Mbledhja e datës 2 ka qenë mbyllur për mediat dhe për publikun me vendimin e bordit të administrimit në mënyrë unanime, jo me vendimin e rektorit, sepse rektori nuk ka tagër në një mbledhje të bordit të administrimit. Rektori i universitetit, i cili është në të njëjtën kohë dhe kryetari i senatit, ka kundërshtuar me argumente ligjore, mbështetur në moralitetin, në etikën dhe në integritetin akademik të institucionit në mënyrë të vazhdueshme procedurën që ka ndjek bordi i administrimit dhe përfundimisht edhe kandidatin e votuar prej tyre në atë mbledhje, por i cili do të vijojë pastaj të ndjekë procedurat e mëtejshme administrative dhe ligjore. Qëndrimi im ka qenë i qartë, është i qartë dhe do të jetë i qartë deri në eksplorimin e çdo lloji procedure administrative dhe ligjore për shkeljen që bordi i administrimit ka bërë të ligjit 80/2015 dhe të statutit dhe të vetë kritereve dhe dokumentacionit të vendosura nga bordi i administrimit për zgjedhjen e administratorit. Administratori i një IAL-je, pra institucionit të arsimit lartë, siç është universiteti, nuk është dikush që merret me tulla, me klasa apo me roje vetëm. Administratori i universitetit administron fondet të kërkimit shkencor, administratori i universitetit merret me projekte evropiane, kështu që në këtë kuptim edhe për administratorin kërkohen shprehi pune, kërkohet një gjykim i shnosh, kërkohet një kompetencë e madhe profesionale, ekonomike, financiare, juridike, kështu me radhë, pa diskutim që dhe shprehi gjuhe në mënyrë që të administron këto fonde në mënyrë sa më të drejtë. Ka qenë një debat edhe me kriteret që janë vendos në raport me dosjen dhe intervistat. Ne kemi një rregullore punësimi që është detyruar edhe për bordin e administrimit, i cili përdor koeficientin për të listuar kandidatët fitues në raport me dosjen dhe në raport me intervistën, gjë që nuk ka ndodhur dhe vlerësimi ka qenë tërësisht subjektiv. Ne në 31 të detyrat dhe kompetencat të rektorit përcaktohet shumë qartë që rektori është autoriteti më i lartë akademik për çështje akademike dhe protokollare. Dhe në pikën 7, kjo është shumë e rëndësishme, në gërmën B thotë që rektori drejton dhe koordinon veprimtarinë të gjitha strukturave të USH-s, siguron unitetin e USH-s dhe është garant i autonomisë universitare brenda USH-s. Pra, në emër të ligjit, unë nuk kam bërë dhe s'po bëj asgjë tjetër, veçse unë do të përforcoj kohezionin e këtij institucioni, do të mbroj lishmërinë dhe do ta bëj këtë deri në eksplorimin e çdo lloji procedure administrative dhe ligjore në përfitim të këtij institucioni. Tani Universiteti i Shkodrës nuk është vend parkimi, as nuk është një institucion ku dikujt do t'i gjejmë vend pune, por punës do t'i gjejmë njerëzun e duhur. Nuk është pra vend parkimi, siç e thash, as institucionet e tjera nuk mund sjellin absolutisht në mënyrë absolute asnjëri këtu, veçse mbi bazën e procedurës, edhe nuk është as bord kullimi. Kështu që në këtë kuptim, unë e kam kundërshtuar dhe në emër edhe të moralitetit thash dhe të integritetit të lartë akademik, një institucion nuk mund të pranojë pra një kandidaturë e cila nga bordi është votuar në mënyrë të paligjshme. I kërkoj të dy anëtarëve të bordit, por dhe përfaqësuesve të ministrisë në bord, totalisht bordit, pra që të japin dorëheqjen. Nuk mund të cënojnë interesat e institucionit me një vendim abuzivist, në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me etikën, moralitetin e lartë që ka institucioni dhe integritetin që ka një institucion e arsimit lartë. Natyrisht pastaj i bëj thirrje edhe kandidatit i cili deri në këtë moment është votuar nga bordi, por që ende, ka procedurat të cilat do të niqen, që të tregohet dinjitos, siç edhe ja kanë bërë të ditur në të kaluarën, që të tërhiqet nga kjo garë, sepse ky institucion meriton një profil tjetër, pra dhe ky institucion ka nevojë të ngutshme që të vijojë të përmirësoj imazhin dhe reputacionin e tij. Po marrim teorikisht sikur ai nesër nga bordi kanë përfunduar të gjitha hapat dhe ai do emërohet nga kryetari i bordit në pozicionin e administratorit. Tani në një hapësirë kohore për një muaj, unë do jem shumë ferë edhe me ato kolegë të tjerë, qoftë në linjën akademike apo administrative që kanë dalë në pension. Unë do t'i dërgoj letrën e daljes në pension, sepse atëherë a mund fillot puna sot dhe ju merr një njoftim nga institucioni ku jeni punësuar që të dilni në pension me 20 maj, unë po shkoj drejt mesit mandatit dhe
natyrisht si që e dini me bazën e ligjit, mandati është 4 vjeçar me drejtë rizgjedhje. Shohim se çfarë do sjell rishikimi i ligjit. Unë nuk kam asnjë punë me politikën, jam i distancuar dhe këto veprime që unë po bëj janë në përfitim të institucionit. E kam tregu këtë edhe vitin e kaluar dhe ju e dini shumë mirë. S'kam unë fare punë me politikën, natyrisht unë bashkëpunoj me gjithë faktorët politik, të cilët përkthehen në ekzekutiv, në nivel lokal ose nivel qendror, në mënyrë që të jenë sa më afër Universitetit Shkodrës, qoftë për aspekte që lidhen me buxhetin, me rikonstruksion apo me elemente të tjerë që në fund të ditës përmirësojnë cilësinë e këtij institucioni, qoftë nga pikpamja akademike ose pikpamja financiare apo infrastrukturore.